ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa kathrat as-su'al, edhe me pyet shumë, me pyet vën e pa vën. Edhe pyetjet e tepërta janë të ndaluara dhe i urrejnë shumë Allahu. E na si popull do të me pranu që jemi popull që pyesim shumë edhe interesohemi shumë për s'ka nevojë. E ke pa e shef dikon pse e ka një tesht mirë, me një herë pyet se e bleve, ku e bleve, pse e bleve. E këto ku e morre, e shef dikon të hi, kush ket e ti para dite, se e pash një gruhinit e ti, e mas dite duel një burr prej shtëpisë tonë, kush ke pron keni nej teri vonë te 12 natës nuk i keni naldi, apo te mosafir, po çka po të interesojnë më vëlla. Mos po të më ta çelë edhe barku me të kallzu çka kom hongër, çka kom pi prom. Pse më interesu këtu këtë këto imcina. Allah i na sa zgjedh keq, sa e ki rrogën, ata kanë rritë që do vjetë e fundit. Na sta nuk prekesh, ha? Pse më vëlla, çe po të kallzoj që e kam rrogën shumë të shtrejt, po mos po kupej xhelozie po të bie të fekta në insan. E me pas shumë rrogën e dopt, mos je i Zotit që po më jep, jo. Ani veç aty mos un pyet hiç, as po të pyet as mos un pyet mua hiç. Ose shumë pyetje, do më thonë, të cilat veç ta lodhin kokën, veç të mundojnë edhe nuk kanë kur farë do më thonë. Andaj edhe këtu është një rregull. Duhet me pyet vetëm për gjanat e rëndësishme, edhe me i pyet ata të cilët dinë me ta përgjigjen. Jo për shembull, për çështje të operimit shkon e pyet hoxhën, çfarë po ta marr mendja për hoxh, a me bë operacion për shembull babën a nanën, po pse morë hoxhën për pyet? Hoxha nuk ka morë kirurg, morë vëlla shka te kirurgu, vallahu naza s'po di hiç, a me hi ajo. Po shka te në kirurgu, jo te hoxha, se hoxha nuk i preku naza, to vëlla musliman. Ose aty pin kafe dhe ja nisin për çështje të fesë, xhamati i thjesht. 3 ajete përmend, me të thonë me të përkthy nuk din mirë, sikur disa po kulu Allahun bre. Wallahi, po veç po mështillet ka pak para te, se kështu e di. Jella se din me përkthy kurse kur të dish si para hoxhës, si para atij tjetrit. Ai tjetri thonë në Kur'anin pe lexoj mirë, po para hoxhës dishysh pe lexoj keq, po se atë dinë gabimet e tua. Andaj pra çka? Besimtari pyet veç ajo që është e një rëndësie të veçantë për të, edhe përfiton prej saj. Edhe çështjet e fesë, ato që të bojnë dobi, se jo sikur njëri kish pyet një koleg temin, tha Sulejmani alayhis salam, me ushtrinë e vetë, ku shkretje në betejë që i dulën bubrecat për para, tha qaj kali që e pa Sulejmani, qëfar ngjyre kish pas Haxh Efendi? Qa po t'hin punë mëre vëlla, qëfar ngjyre kish pas? Pa? Allah s'pe përmen. Ose ata banorët e shpellës, ashabul kef, kur janë hinat shpellën aty, edhe ata kanë pas një qenë që aty ju ka qilu nga të vetit. Haxh Efendi mos po të ngushtejve shpata qef me ditë, qëfar ngjyre pa qeni që hinë të në shpellë. Ej, subhanallah. A i tjetë ti bo do pyetje që absolutisht nuk qojnë pesh këto. Veç të pyeti kishe pa thënë dishka. E disa të pyesin për do gjana, që vetë vetën e din që sën regull, e kur t'ja thosht i përgjigjen, e prish ftyren. Për shembull, Haxh Efendi, Allah hile masjeve shënetisht në 4 sy, qëfar burri jemëne? E kur ti thoshte që je burri keq, ti dhënohet e prishën ftyrë. Po mos o prishte i keq je, unë e hajnë s'mi thonë njeri mirë, shembull. Do lavergjis ranci s'mi thonë. Për gojuesit, mashtruesit që han mishin e hoxhallarëve, të ulemave, xhamatit e aty në tjerë me thon po Allah ti burri mirë. Pasha Zoti si e burri mirë. Ose dikush ka xhaj kum dash veten, po ma qiti veten pe i huj, ma boni veten bajat. Po mos e pyet kërkan vëlla. Çeri punët e tua dhe çaty e ki përgjigjen. Andaj lut Allahun xhalla shanuhu të na bën neve për atin e besimtarëve që pyesim vetëm për gjanat që na dohen dhe i pyesim personat kompetent, të cilë dinë me na dhënë përgjigjen. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft.